Sot kemi qenë me një manifestim në zymë të Hasit. Do thotë, zymë është një katunad në bjesht Hasit, po shifni këtu është vend shumë i bukur si shumë vendet në Kosovë që janë për mrekull sidomos në bjesht. Hasi është një region në perëndim të Kosovës. E sot na kanë ftuar me këtë manifestim e Stefan Gjeçovit. Edhe kanë dhënë një farë shpërblim edhe një skulpturë e re Pjetër Bogdani, do thot dy heroët në literaturë të shqiptarëve, dy persone shumë rëndësi këtu, edhe krejt jemi mbledh ka qenë amfiteatre e mbushën me njerëz, spektator edhe me gratë që po kësin edhe grupi jam, World Dance Kosovo, ne kemi kësy jo valeve Shqipo edhe vale botnore, do thot kemi gjallu atmosferën tash me valet tona, veç për një me kemi kalju për me raktu, edhe me taku me shok të mija prej vitet edhe të nishën, dyshën, katërshën, besën që kemi qenë zbashku në Has, edhe jam shumë i gëzuar që mundemi me shpërnda me ju sot. Mu me kanë dhënë një mirë njohje, edhe çdo vit po japin një unaz, diku një femër që ka po diçka për Kosovën, e unë kam marrë qatë nder këtë vit, shumë jam nderuar me këtë unaz e kati. Mirë një pjesë me neve tash, me pa çka kemi bo sot e çfarë festim. Unë jam Valbona, jam pjesë e grupit të valeve me të dashurën tonë Zhanet, që e kemi të sarë. Jam nga Shqipëria dhe kam ardhur për një viti në Kosovë dhe që në fillim jam bashkuar me grupin. Jam shumë e lumtur që jam në grupin e valeve, me shoqet, me vallet e ndryshme dhe me bamirësinë që bëhet. Sot po shkojmë për një ngjarje të madhe, për një patriot të madh shqiptar që ka kontribuar shumë për çështjen e kulturës shqiptare dhe për traditat tona. Dhe valja jonë është një mesazh i madh, dashurie dhe mirësie. Jam shumë e lumtur që jam me ju. Faleminderit. Unë jam Remzie Berisha, unë marr pjesë ma shumë se 10 vite në për këto festivalet, manifestimet në zymë të Hasit. Zymi është një vend që është djepi i kulturës, i traditav. Sot është një takim veçantë, sepse sot e kem Gjenetën me grupin e vetë vallëzimit, edhe pe presum pa durim. My name is Gretel, and I'm here in Kosovo because I got a job here. I've been here for 2 months, and I'm working as a teacher at one of the international schools. And I'm here going to Has because I was just curious about the region, and it's a beautiful fall day, and so I thought it would be fun. I've been coming to World Dance for about a month and a half, and these are great ladies, and so I like to spend more time with them when I can. Unë quhem Mikerem Ramadan, ose Miki Ramadani, njoftën, jam nga Graci, vi nga Graci. Aty jam me biznesin tem, me ushqime tradicionale shqiptare, po, në qendër të Gracit. Dhe kam qenë kryetare një shoqatës me valle dhe këngë në Gratë. Kam dëshirë me pas një bashkëpunim pak më të thellë, kulturor, dhe mu më gëzon kjo ftesa që ma kanë dërgu Froku dhe Remzia me marrë pjesë, jam e privilegjume. Por më vjen mirë edhe juve që ju takova personalisht, se ju kam pa në për disa emisione, kështu. Edhe ju respektoj për punën që po bëni me të vërtet. Kjo është një lëvizje, një zoj i rëndësishëm që na femrat i japim shoqërisë tonë, sepse me ndihmue është një, na e ndihmi vetën mirë, ma tepër se sa ai që e pranon ndihmën tonë. Ju falenderoj shumë. Më vjen shumë mirë. Edhe më vjen mirë. Unë jam Lindita, jap mësim në universitet. Me këtë grup të vallëzimit jam më shumë se një vit. Jo vetëm që kënaqemi me muzikë të kulturave të ndryshme, po edhe përjetojmë një afërsi, një miqësi, po ashtu kemi mundësi të ndihmojmë dikën, se është edhe një formë bamirësie, është vërtet një pjesë ime e rëndësishme e jetës. Tani nuk mund të ri pa pasditet e të hënës mërkurës edhe mëngjesin e të shtunës. Përshëndetje, jam Nora, jam 19 vjeçare, jam vallëtore në balet, po ashtu edhe në këtë grup World Dance.
Edhe këtu jam ardhur sepse kam qef shumë me vallëzu. Edhe tash po shkoj me një fshat që quhet Zym në Has. Hi, my name is Dawn, and I've been in Kosovo, coming back and forth in Kosovo for 20 years, so it's kind of like my second home. I like to visit here. I have good friends here, and I actually have a friend whose family is originally from Has, so I heard that this was happening today, and I was curious to come and just see the area, and it's also like a beautiful fall day, and the colors are amazing, and also just getting to meet new people and enjoy something new and different. Jam Jane Sugarman, jam ish profesoresh e muzikës në New York dhe ka tash pak më shumë se 20 vjet që vi në Kosovë me vullnetu muzikën e Kosovës, që ka qarkulluar nëpër mediat. Por tash para një javë erdha në Kosovë dhe du me qenë këtu gjerë në fillimin e dhjetorit dhe vendosëm e ardhë sot se jam gjithmonë në Prishtinë ose një qytet tjetër dhe shumë më pëlqen me shku diku në përfshatrat edhe me shikiu një festival si e bëjmë ashtu. Përshëndetje, jam Shefkia, jam antare grupit Valdez që ka organizue edhe në Gjeneti. Gjenetin e falenderojmë shumë nga zemra që për iniciativen, për kontributin, për angazhimin e këtij grupi dhe na jap mundësinë që mu bashkue, me performue. Tani jena të shku në fshat të Hasit me performu vallet e Gjenetit që na i mëson çdo vallet botës. E falenderojmë nga zemra dhe jena mirënjohës gjithmonë. E kena mike, kjo është më shumë shqiptare se amerikane. Zonja Gjenet Rajnek si vjet nderohet me çmimin Unaza e Katit. Për të dorëzuar këtë çmim, ftojmë Lajde Kolgjeraj, kryetare e ansamblit Katarina Josipin. S'kam pas diçka prej arit. Është qene parë. Po ju përshëndes prej Amerikës, prej Kalifornisë. Kam qenë këtu moti, do thot jam ardhur në Kosovë në vitin, jam ardhur në 81-shën
me studiu në Kosovë, kam bo magjistraturën edhe doktoratën e antropologji, kam studiu Kosovën. Në vitet 84-5 jam ardhur në Gjona, jam ardhur në Has për herë të parë dhe kam najt me familjen Çotaj në Gjona. Edhe po kuptoj thellë vështirësimit e Hasit, do thotë çka kanë përjetu, krejt burrat kanë qenë jashtë sa dekade, një shekull kanë qenë aty jashtë me buk pjekës, kuptohet në përkrejt në Kroaci, në ish Jugosllavi, në Evropë. Buk pjekë, çfarë jetë, çfarë maltretime, çfarë vujtje. Edhe gratë, kur kam qenë unë në Gjonaj, gratë kanë bajt shtëpia. Do thot, ato drasat që kanë këtu anash, që ti më ndryshe, veç ato katolikat, ato drasat nuk janë as për qef, as për bukuri vetëm, po kanë një funksion, do thot, në Has është njohur që s'ka pas as dru, as uj, as kurgjohi që gratë kanë bajt edhe dru, edhe uj në ato draset, edhe djepin e kanë bajt mbrapa, ju kujtoni, ose nona ka bërë qështu, po jeta edhe kam hec në për Has edhe çfarë kujtime kam për qatë kohë. E për qëta, do thot, jam ardhur në vitin 90 në Kosovë me ndihmë humanitare me Oxfam. Para luftës, do thot, e njoft mirë edhe Kosovën, kur nëna Terez ka qenë në funksion për shëndet edhe krejt tjera njerëz që janë bashkuar që atëherë edhe katolik musliman, që ata në tjetër anë krejt jeni bashkuar që atë kohë, apo ju kujtohet, kur qëti... Kam shku në Amerikë dhe kam themelu një organizatën tem World Dance for Humanity, do thot valle botnor për humanitet. Kam themelu atje në Amerikë. E qëllimi ka qenë me ndihmu botën kur kemi pas mundësi me bo një ndryshim. E kemi marrë Afrikën, do thot Rwanda është vendi ku punoju. Në punë kryesore e kam aty se njerëz jetojnë as kanë çka me hangër, as ku me fjeta në tokë, ama ma ndryshesh në Afrikë, kuptohet edhe kanë nevojë tepër, edhe në Ukrainë, kur ka kris lufta, organizata jem ka nis me çupare ndihmë të gratë që po njofim aty vullnetar. Po çojmë $5,000 muj Ukrainës me të përfëmijët për refugjate në Ukrainë. Edhe në Ruandë çojnë para $2 milion vit për edukimin e fëmijëve për bujqësie për sene. Tash keni me pa disa valle, kemi valle prej tjera vendeve, e ju keni, ndoshta s'keni pa, është ma shumë si improvizim, nuk jemi profesional, është veç për qef, so shpresoj që do të kënaqemi me që
Unë quhem Antoneta Dulaj, jam nga zymi i Hasit. Për ndryshe, kom fillu fakultetin e mjekësisë, nuk e kom përfundu, tani punoj veshje kombëtare në Klinë, jetoj në Klinë. Prej 72-shës jam, kur janë formu takimet të Gjëqovit edhe une jam aktorë gjithmonë prej atjeri, kom baskoha. Në ansambël Katarina Josipi jam prej 73-shës, si recitatore, valtare, moderatore edhe defatore. Po kom baskoha tash kur muj me mbri, se tashma nuk jetoj në Zym, por jetoj në Klinë. Për ndryshe, unë jam besa e Katarina Josipi, Dulaj. Sa bukur. Apo në ka zonë si kostyme jytë po ndryshohet prej kostymit e gjonaj për shembull. Katolik, musliman do thëtë në ka zonë? Ka ndalime, ngjyrat janë të njëjta, ju keni vërejtë edhe juve. Punëdorja është afërsisht. Punëdorja është afërsisht e njëjtë, ama edhe ajo simetria i keni njëjtë, i kemi por... Keni flok më ndryshe? Më ndryshe edhe koloni është. Edhe koloni më pa? Për ndryshe koloni ka qenë pora 18 vjetë njësoj si i Hasit edhe i Joni, edhe i... Ju keni ndru? Ka ndru hasion ka të pak edhe modeli punimi është i veshës e Hasit ma e... Qështë po qëni ju me musliman katolik? Shumë mirë, plus tash edhe martesa janë... Oh, really? Shumë. Me zveti martohemi, s'ka pik problemi për fe, cili kush ka do në banë. Urime për që keni mujtë me kriju. Faleminderit për ju. Gjithë mirat, sukses edhe juve. Unë jam pro Krisaj, jam themelus i klubit letrar Shtefan Gjëqovi, që organizon tash 54 vjetë me radhë manifestimin takimet e Gjëqovit. Është pa asnjë ndërprerje. Është manifestimi më i madh në trojet shqiptare që bëhet për letërsi, art dhe shkencë. Këtu vinë nga gjitha visët shqiptarë, por jo vetëm shqiptarë. Vinë edhe të tjerë. Gjithmonë kena pasur për Evropës edhe njerëz të tjerë, të popujve të tjerë. Kështu që deri me tash kemi kaluar mirë. Mendoj se si vjetë kemi pas një arsye pak më të madhe se ja kemi kushtuar figurës madhe Pjetër Bogdanit, sepse kemi sjell shtatorën e Pjetër Bogdanit. T'ju them pse është sjellja e këtu. Se Pjetër Bogdani është i lindur këtu. Vitin 1622, dhe u lind në Zëm. Përpara quajt Sombi, pastaj është quajt Guri, edhe Zëm është shumë më vonë. Ka arë për fjallë Zëm. Ka zoni sot për manifestim që ka pëlqyer, që ka qenë sot për ju? T'ju them se në manifestimin sere kena majtën nuk e kena fillu 2-3 ditë për para, kena pa përgatitit 1 vjetë për para. Qysh nesër pas nesër i saktojmë fizionomin në vitit arshëm çfarë du të më duk. Unë jam i kënaqur me ata që është arritët, nuk ka dështu asnjë prej pikave që kemi planifiku. Kjo është shumë e rëndësi. Kam konsultuar lloj njerëz sipas programit, natyrës programit e tjera. Edhe një për aty në është edhe unaza e Katit, se kemi mendu njerë të qesë unazën e Katit jashtë trojeve dike shqiptare, se kemi qytetë në Shqipëri dhe kënena, mirë po kemi mendu edhe kuj tjetër pos Xhenetës. Se kjo edhe ka përnu për kulturën shqiptare, edhe është për i shtetit më të madh mik të shqiptarëve, për Amerikës. Çfarë t'ju them? Është Faleminderit shumë, është ndjerë e madhe për mu, për një me. Faleminderit shumë edhe manifestim urime. E kemi merituar. Bravo ju kofë, se kjo sot ka qenë fenomenal. Për krejt njerëz prezent ka qenë super, ka qenë fenomenal. Mirë, ka qenë bukur, unë jam i kënaqur. Faleminderit shumë. Gjithmonë ka ndonjë shit vogël, po megjithatë, unë jam i kënaqur. Si organizator, si themelues i këtij manifestimi, edhe që kam prundej këtu, është shumë i kënaqur me këtë që është rritët. Faleminderit shumë. Na kalzoni kur jemi taku për herë të parë, çka kemi bërë bashkë? Juve që nga viti 83, duke 1983, kur ishte një ekzemplar i veçantë në Universitetin e Prishtinës, kur kishte ardhur nga Amerika, dhe një Amerikanë që flet shqip ishe. Dhe
intervistën e parë që ke dhënë për gazetën Bota e Re, ku kom qenë unë redaktor atëherë, që e ka realizu kolegu im i atëhershëm Sali Bashota dhe ka qenë një intervistë që ka lënë përshtypje shumë të lezues atëherë. Por edhe një element tjetër ka qenë me rëndësi, për arsye se ju keni pas një shkollë të aerobikut më duket. Dhe gjitha vajzat të interesuara nga Universiteti i Prishtinës do thotë që atëherë nuk e kanë ditë çka është aerobiku dhe filluan të ushtrojnë aerobik me ju. Dhe kështu që ky është ai kujtimi im me ju dhe ju kam përcjell gjatë gjithë kohës një amerikane e kosovarizuar, kështu, dhe kam përshtypje të mira dhe vazhdimisht me kënaqësi ju përcjell, saqë ju jeni një etnologe e shqiptarëve më shumë se gjithë shqiptarë që njohin etnologjinë e shqiptarëve. Kënaqësi që të takova. Thank you so much. Më vjen shumë mirë mas kraj kërko. Me kënaqësi. Unë e quna Roza Gjevelekajt prej Klushaj, te babi ku jam, unë prej Klushaj. A keni vesh këtë kostum për normal, si këtë? Ja, kur jam martu nuk e kun vesh këtë kostum, vetëm për qefe kun bo. Vetëm nana ka vesh kështu? Nana, gjyshja, motra. A po ju kupton, që shka qenë kur ata kanë vesh ata? Qëto ditë kanë vesh? Po, të kanë vesh, në udhimshin shumë se begjeron, kishin mu punu atyre, mu kur, mu bojt drum, mu lotesha me dorë, e mu gjithë shka, me djepa mu shkun punë, edhe na ishin tonë, kuka, e kanë përdurë shumë atyre në atë këpo. Edhe unë e kam vesh, edhe për mu është mirë se po të banë shpina, si të mos ato me draset, po të banë shpina mirë, kështu. Shpinën të banë qëtërngu, adhaja pu, me moj qëtërngu shumë shpinën. A ku shini ju? Unë jam Vera Pecolli, antare e grupit e Zymit. E Zymit. E jetoni këtu? Po. E martu me në Zym, e Rashit, komunës Klines. Ka shumë ardhani Klina me hasbën. Ka shumë të ardhën. Jam antare e grupit bantarve. A sa vjetë keni qenë antarë? Tash jam disa vjetë. Ku s'fundit e. Shumë ka pëlqyer, shumë bukur keni kësyer. Edhe qikat vogël, gjithashtu dhe ju shumë mirë. Thank you. Është herë e parë që ato vallëtorët mirë që kemi dalë skenë. E jemi kënaqur. Për një është diçka për gratë, me dallë e më kënaqë, mos me qyr njëri tjetrën si po duken e çish po vallëzojnë vesh për çef. Shumë bukur keni vallëzuar, shumë. Thank you. Më vjen mirë që jemi takuar sot. Shumë po duket vend. Thank you. Shumë faleminderit. Shumë presim. E ju si quheni? Kristina. E prej nga jeni? E prej Zymi, këto prej Karshëngjit. Jetoni këtu? Po, jetojmë këtu edhe në Gjakov. Edhe në Gjakov. Çka po mendoni për sot, që shka qenë, që ka ra këtë manifestim, që shka du? Shumë mirë kemi kalu, shumë mirë, çdo gjë ka shkuar në rregull. Ju na keni lënë shumë përshtypje të mira, vallet i keni pas mrekullueshme. Herë e parë. E ki bë atmosferë, krejt publiku shumë janë ndotë kënaqur. Shumë më vjen mirë, shumë më vjen mirë. Faleminderit edhe po vim tjetër herë për darkën e lamës. Sara. Mirë se vini. Okay, thank you. Faleminderit shumë. Si quheni? Pranë me Klushaj. Po, jetoj në Kroaci. Në cilin vend? Po, në Crikvenica, afër Rijekës. Afër Rijekës, në det? Po, në det, po. E sa keni qenë atje që sa ko? Atje jam, në Kroaci jam për të Nishës. Të edhe të Nishës, kur unë jam marrë këtu, do të si fëmi? Po, jo keni jarë këtu, edhe në darsë më djallë e agjës, kër marrë këtu, jo keni ba incizu, po. Krahasor që shka që njëtë në vitet të dhe si bukpjeks, krahas me tash? Atje ka qenë e vështirë jetë. Kemi shku si pa mjetë, pa me borgje, kredite, këta dy. Tash është mirë që një 10 vite në stabilizu gjendje. Jetojmë mirë, na kanë pranuar ata si popull shqiptar, na kanë pranuar shumë. A është ashtu që hala po punoni natën e ditën jeni që do të gjithmonë ka qenë vështirë, hasjan me inkuadru në shoqni se kanë punu natën edhe kanë fjetit. Po, edhe tash vazhdo të jetë punë natës, po megjithatë janë disa maçineri dëmjete. Që bëhet ma letë? Bëhet ma letë, bëhet ma nuk kanë si përpara, tash është ma letë. E na kallzoni tash për Zym. Qysh është situatë në Zym? Sa njerëz janë met, sa shtëpi janë zbras? Zym, përmi 700 banor nuk ka Zymi, 700 domethënë vendas që jetojnë gjithë.
Përndryshe me diasporën jemi diku rreth 5.000 vetëve. Wow, e vetëm 700? Vetëm 700 janë këtu. Po, e 12%. 5.000 jeni krejt. Po, 5.000. Po. Do thëtë sa fëmijët janë në shkollë? Fëmijët janë nikon 70 fëmijë në gjitha klasë. 700 njerëz, 70 fëmijë në shkollë. Në kohën tonë, gjeneratën time kanë qenë 2 paralele, 2 klasë nga 35 vetë, afër 70 vetë, vetëm 2 klasë. E shka po mendoni ju për armërinë e Zymit? Armërinë e Zymit besoj që ka, se po kanë dëshirë me ardhë, na ju kemi bërë si ma djetër, ju kemi mundësu kushtet. E ju keni ndërtu, e tash është ma bukur, e krejt e keni... Kushtet i kanë sigur që i kanë atje. Me dash me ardhë një njëri, me jetu këtu... Sidomos tash që Zymi është pa si zonë mbrojtër, kulturore, shumica po investojnë, ka tash edhe këtu akomodim turistik ka, po. Inshallah bëhet mirë, edhe urimi për sot ka qenë një manifestimi i haltasht. Edhe ju ishi, na keni mahnit, me valet juve. Thank you. Shumë bukur ka qenë. Falë shumë familjes. Pandet. Okay, thank you. Hajde edhe pak Ahmet, mështeri, urdhoni. Edhe pak, shkoj. O, ky gullash ka i shkon. So, duhet me kazu mas pare, kjo është gulash ma i mirë që ka hangër në jetën tëllë. Tradicional. Tradicional. Po. E si quheni ju e qka po bani këtu? Une quhem e disi, jam i Prizrenit edhe mire me qështu me gastronomi ka pak. Po, ma shumë e kemi primare ushqime tradicionale. Do të jetoni në Prizren? Prizren, po. Ku je lind? Na jemi lind në Prizren, edhe banojmë Prizren jetojmë. Qytetar vjetët Prizren, po tarë në ndale. Katun? Bravo. Po, s'ka pa katunar jetë, s'ka. Qyteti jo vesh një ko e vogër, a katun. Kështu, e kam gjysha që më ka dhonë zanotin. Okej, na ka zoni qka keni... Qitë mrena? Po, që gjo. Qka ka mrena? Pa i ka këtë mish është. Do këtë si langë, po ku tanë është mish krejt. S'ka kush që e lavdon këtë për shajt, po këtë për hajnë. E ku keni marrë ato ljopë shkretë? A, ljopë e gjitha një në malë. Dje. Edhe shkova e malë, që tu i nalë. Cili malë? Që, këte kamera ti. Nas. Në has? Po, pa tjetër. Ljopat? A i edhe pro me prejta. Tani thash, po vina në zym, pe prejmë ljopën, pe vojmë një gullash, masi po është edhe dita e vlerësume që du të me respektu këtë ditë krejtë. Faleminderit shumë. Ljumshin duart, ljumshin gojë. Nëse vjen në Prizren edhe nuk kanë gullash të une, ti s'di shka gullashi. Faleminderit, kaloni mirë. Thank you.